Drejtoria vendore e policisë Vlorë përgjatë 24 orëve të fundit ka proceduar penalisht 6 persona dhe ka shpallur në kërkim 2 të tjerë në njoftimin e policisë së qarkut të Vlorës. Këtë të mërkur bëhet me dije se specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare referuan materialet në prokurori dhe proceduan penalisht shtetasit me inicialet FG 52 vjeç, banues në Dhërmi, ESH 34 vjeç, banues në Vlorë dhe AK 35 vjeç, banues në Lushnjë, pasi dyshohen se në cilësinë e inxhinierëve për zhvillimin e një rezidence me shtëpi pushimi në Dhërmi, nga kontrollet e ushtruara në bashkëpunim me Inspektoriatin Përkatës, janë konstatuar objekte me ndërhyrje dhe ndryshime në strukturë. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin me inicialet AJ 33 vjeç, banues në Vlorë, pasi ndaj tij ka bërkazim bashkëshortja e tij se është dënuar fizikisht dhe psikologjikisht prej tij. Shpallën në kërkim shtetasin me inicialet EQ 41 vjeç, banues në Vlorë, pasi ditën e djeshme në lagjen Rilindja për motive të dobta, ka goditur me gur në kokë dhe për pasojë e ka dëmtuar në sy shtetasin me inicialet FE 36 vjeç, banues po ashtu në Vlorë, punohet për kapjen e autorit. Është proceduar gjithashtu penalisht shtetasin me inicialet KB 39 vjeç, banues në Vlorë, pasi në lagjen u ftohtë me vetë gjyqësi ka penguar shtetasin me inicialet EK të ndërtojë në një hapësirë toke, për të cilën ai ishte i pajisur me leje ndërtimi. Specialistët për hetimin e narkotikëve referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me inicialet LS 21 vjeç dhe SG 25 vjeç, banues në Vlorë, pasi gjatë kontrollit të ushtruar nga shërbimet e policisë, në automjetin me të cilin lëviznin këta shtetas, u gjet dhe u sekuestrua një sasi e vogël në narkotike kanabis dhe një fenelin policie. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.